Dhe është një mënyrë metaforike për të treguar se me çfarë kemi të bëjmë, uji i ndënjur. Dhe këtë e tregoi shumë qartë edhe praktika shumë hipokrite, shumë skufe, shumë e pabesë e atyre gjoja primareve. Sa demokratë, të cilët besuan se ju erdhi dita që të vlerësohen për atë që janë, u zhgënjyen sepse u përdorën për një propagandë hipokrite dhe u lanë jashtë. Dhe simboli i tyre është fituesi i primareve të Tiranës, fituesi, kryetari i Partisë Kavajës. As nuk e njoh, as nuk kam dyshim që është kundër meje dhe kundër Partisë Socialiste, se s'ka si tjetë ndryshe, por fitoi dhe hodhën jashtë. Doli i pari dhe nuk gjeti dot vend në listë. Por ai është një, po ka plot e plot të tjerë si ai.